Të nderuar miq dhe kolegë, rrënjët fetare dhe ideologjike gjeopolitike të ideve dhe projekteve për çrrënjosjen e Islamit nga trojet shqiptare e posaçërisht nga Kosova janë të vjetra, sepse vetë Evropa ka qenë trulli i projekteve të tilla që nga koha e Renesansës karolinge, nga kryqëzatat, nga koha e rekonkuistës dhe e inkvizicionit e deri te rendi i ri botror. Strategjia e të ashtu quajturës paqja kryqëtare në fillimet e veta si objektiv kryesor kishte që konfliktet ndërmjet princave dhe shteteve mesjetare evropiane të nxirrte jashtë trullit vet, jashtë Evropës dhe coku kryesor pastaj ishte Islami. Në atë strategji u mishtru përpjekja disa shekullore për çrrënjosjen e plotë Islamit nga trulli evropian, fillimisht nga gadishulli Apenin në shekullin e 11, mandej nga gadishulli Iberik në shekullin e 15, për të arritur manena në gadishullin Ballkanik në shekullin 19 dhe 20. E vërtetë është se pavarësisht strategjisë dominante të paqes kryqëtare, konfliktet dhe luftat në trullin evropian kanë shpërthyer shumë herë edhe brenda krishterimit, siç e dini edhe në kohën e reformacionit, edhe në rebelimin pra protestant, edhe në revolucionin francez, e deri te marksizmi ateist, gjithmonë ka pas edhe luftra edhe brenda vetë krishterimit. Ashtu që Evropa mbetet një farë, si më thënë, trulli seizmik i tronditjeve fetare dhe antifetare, dhe na jemi, si më thënë, të ekspozuar gjithmonë ndaj kësaj. Përprirjen obsesive anti-islame në Perëndim është përpunuar edhe një literaturë voluminoze, teorike dhe artistike, e cila e përshkruan, e vlerëson dhe e motivon atë obsesion anti-islam. Pra është obsesion, nuk është preokupim. Orientalizmi si tërësi e disiplinave që portretojnë, e deformojnë dhe e përgatisin për nënshtrim lindjen, përkatësisht Islamin, është sintezë e gjithë asaj ndërmarrjeje disa shekullore. Edhe pse është denoncuar si dije dhe ideologji homone dhe në shërbim të krimit, sidomos në studimin monumental të Edward Saidit, orientalizmi ka ngel ndërmarrje virulente deri në ditët tona, natyrisht duke u modifikuar në realitetet e reja fetare, ideologjike dhe gjeopolitike. Do ta shkurtoj për shkak të kohës që sa më duke përmendën 10 minuta, këtu kam sjell një shembull interesant nga fusha ime filologjisë, për shembull se çka shkruan në veprën e parë, si më thonë anti-islame të Kongën e Rolanit, është një poem e cila i kushtohet fitores të krishterëve ndaj muslimanëve, veç 2 vargjet e fundit për ja u përmend, që i kam citu, thotë nëpër qytet asnjë pagan s'ka mbetur, të gjithë u vranë ose u bën kristian. Pagan nuk i kanë quajtur muslimanët në atë periudhë, ashtu që ideja themelore është ose të vriten, ose të kthehen në krishterim. Që kjo është formula, nuk ka formula tjera. Në fakt, zbatimi konkret i kësaj ideje të vrasjes së të gjithë muslimanëve, ose rikrishterizimi i tyre, u bën në Spanjë dhe në Portugali në shekullin 15, ku muslimanët bashkë me hebrejt praktikisht u çrrënjosën nga gadishulli iberik me metodat të cilat Simon Wiesenthal, një studius shumë i njohur, i krahason me metodat gjenocidale të nacional-socializmit hitlerian të disa shekuj më vonë. Një fjali që përmend Wiesenthal, mendoj që vlen, ajo është për antisemitizmin, vlen edhe për islamofobin, dhe ai thot, po e citoj, për ta eliminuar antisemitizmin, duhet të zbulohen rrënjët e tij. Pra na po flasim për një projekt që ka rrënjë diku në thellë, dhe ajo që përmendi profesor Mazlumi është saktësisht ashtu që ai e shpjegoi, është vetëm pasojë e krejt kësaj tradite e këtij projekti për ta çrrënjosur Islamin nga trulli evropian. Kush do në me zbut, let e zbut, unë e di që kjo është veç qështu edhe kur qysh ndryshe. Në fakt, edhe lufta e parë ballkanike e 4 shteteve, Malit, Serbisë, Greqisë e Bullgarisë, kundër shtetit Osman vitet 12-13,
qëllimin kryesor e kishte që nën pretekstin e dëbimit të osmanëve të shërnjeste të gjithë muslimanët, në rand parë shqiptarët, turqit dhe bosnjakët. Siç konstaton historiani amerikan Justin McCarthy në librin Vdekje dhe dëbim, spastrimi i etnik i muslimanëve osman, në luftën ai e citon kështu thot: në luftrat ballkanike, secili nga fitimtarët gjithashtu dëshironte që të shite një fund të pranisë muslimane në tokat që ata e kishin pushtuar. Pra qëllimi fundamental ishte që çdo kom muslimanit të dëbohej nga Ballkani, dhe kjo ka qenë një konsenzus i shteteve ballkanike dhe i sponsorëve të tyre, të cilët e kanë ndihmuar projektin e Aleancës Ballkanike. Pra rrojnë të iniciativave të sotme për çrrënjosjen e fesë islame nga Kosova janë atje te luftat ballkanike, ku objektivisht eliminimi i pranisë muslimane në shtetet ballkanike dhe në Ballkan. Projekti u realizuar pjesërisht, por jo plotësisht. Faktet e publikuara në decenit e fundit mbi krimin ndaj muslimanëve janë tronditëse, sepse zbulojnë se në kufit e shtetit osman për një shekull, 1821-1922, janë vrarë 5 milion e gjysmë musliman dhe janë shprëngul nga vatrat e tyre 5 milion të tjerë. Në rastin shqiptar, të dhënat demografike të publikuara po nga demografi amerikan Justin McCarthy thonë se në luftat ballkanike janë vrarë 27% të gjithë shqiptarëve dhe 35% të tyre janë dëbuar nga vatrat e veta. Pra i bjen 60% e shqiptarëve luftat ballkanike ose janë vrarë ose janë dëbuar nga Ballkani. Ata që kanë mbet u janë ekspozuar mandej përpjekjeve për të kthyer me dhunë në krishterim, siç ka qenë projekti Malit Zi gjatë luftës së dytë botërore, ju theshur nga Salbataria, siç dihet. Ndërsa ndërmjet dy luftave botërore në Serbi janë hartuar elaborate, janë bërë marrëveshje për dëbimin e plotë të gjithë shqiptarëve. Absurditet me vete paraqet fakti që edhe në Jugosllavinë e Titos, pra në socializëm, në vitin 1953 është aktivizuar marrëveshja Tito-Kyprilli për shprënguljen përfundimtare të shqiptarëve nga trojet që jetojnë. Me pak fjalë, ky është sfondi fetar ideologjik dhe historik ku tash janë rikthyer idetë dhe projektet për ndëshkimin e shqiptarëve musliman me ndrrimin e fesë, tash për tash me dhunë propagandistike dhe dhunë psikike. Pra shikuar në këtë kontekst të gjerë kohor, lëvizja Deçanit ose lëvizja për rikthim është vazhdimsi e atyre projekteve të vjetra për çrrënjosjen e muslimanëve nga Ballkani dhe nga Evropa. Pra është vazhdimsi e projekteve të vjetra, kësaj radhe me autorësi formale të vetë shqiptarëve, gjëja për ta forcuar shqiptarizmin, gjë që paraqet një paradoks më vete. Në një rast kam shkruar për këtë gjë dhe kam, si më thonë, konstatu që katolicizmi asnjë lidhje me shqiptarizmin nuk e ka, është një tekst që ne kam publikuar dhe besoj që kushdo që ka interes këtë fushë mundet me gjetë, sepse thjesht katolicizmi është pjesë e një religioni botëror që është krishterimi, bazohet në librat e shejtë të Biblës, bazohet në traditat kristiane dhe bazohet në koncilet e Vatikanit, pra kur farë lidhje me ideologjinë kombëtare shqiptare s'ka. Ky është njëri nga manipulimet më idiotike që mundet me u ndigju, që do më thonë duhet të kthehemi në katolicizëm për të bërë shqiptar. Qysh bëhet? Me prish kombin për me nis prej fillimit kombin. Pra është diçka që shkon përtej monstruozitetit. Këtu është rasti, ndoshta me thonë edhe një gjë, ose kombi shqiptar ka qenë një ndërmarrje e përbashkët e të gjitha komuniteteve fetare, e të gjitha rajonet dhe të gjitha shtresave shoqërore, por e sigurt është se pa participimin vendimtar të shqiptarëve musliman, si shumica absolute brenda etnisë shqiptare, kur nuk do të mund të formohej një kombë shqiptar. Shqiptarët ortodoks u inkuadruan në lëvizjen kombëtare për të shpëtuar nga asimilimi grek, që sponsorizohej nga shteti grek dhe nga kisha greke.
Shqiptar katolik, ndonë se numër më të vogël, ju bashkun lvizjes kombëtare, megjithëse jo të gjithë, të bindur se jashtë saj do të glabëroheshin nga sllabët, sikundër që thot Mati Logoreci, një patriot shqiptar, cilën po e citoj çka thot. Thot, ne katolikët shqiptarë ekzistojmë në sojë të muslimanëve. Po të mos ishin muslimanët, e ka fjalën për musliman shqiptar, sllabët prej kohësh do të na kishin asimiluar ose do të na kishin përzon prej këndej. Mbyllet citati. Nuk ka definitivisht ç'është më thonë më qartë, sepse siç dihet një pjesë e fiseve katolike shqiptare edhe janë asimiluar në serb, përkatësisht malazez, kështu që po të mos ishte kjo lëvizja kombëtare që i ka absorbuar brenda vetesh, ata pa asnjë dyshim shumica ose do të dëboheshin ose do të shndroheshin në serb. Pra, nga do që ta shikosh, kombi shqiptar është ndërmarrje përbashkët me kontributet vendimtare të shqiptarëve musliman. Prandaj ata që tentojnë të paraqesin katolikët si mbajtës të shqiptarizmit, thjesht janë gënjeshtarë. Pikrisht mbi atë gënjeshtër janë duke tentuar ta mbështesin projektin e ri për largimin nga feja islame, si gjëja kthim në shqiptarizëm. Tash këtu imponohet një pyetje. Shumë interesante, shumë e rëndësishme. Pse projekti i ri kundër fesë islame ka rifilluar në Kosovë, e jo fjala vjen në Shqipëni, ku ka një komunitet më të madh të katolikëve, e ku në fakt ka ekzistuar para vitit 1912 një projekt për themelimin e një shteti katolik shqiptar të sponsorizuar nga Austria. Konsuli Lipih është një konsul austriak, ka dëshmi, thot, na po punojmë me formu një shtet katolik në këtë zonë me qendër Shkodrën, thot, nëse disa muslimanë mbesin në këtij shteti duhet të asimilohen katolik, nëse jo duhet t'i dëbojnë prej aty. Ideja e formimit të shtetit katolik ka qenë për me e ndalë disi invasionin slav ose serb drejt Bregdetit. Pra ka qenë projekt. E dyta, Prengdoqi, njënin nga hierarkët e lartë kishës katolike, para projektit austriak, ka pas një projekt për formimin e një principate katolike të gjitha fiseve shqiptare të veriut, dhe projekti është shumë interesant, sepse thot, njëherë formojmë këtë principat, mandej nëse donë me u bashku Kosova e Piri, edhe e Piri, thot, mund më bashku, për do më thanë Piemont, quhet Piemont, udhëhec me qenë principata katolike. Pra, pse nuk po tentojnë me formu që aty ku ka qenë projekti, por po tentojnë me formu në Kosovë, ku katolikët paraqesin me gjithë respektin që kemi për gjithë ata se i kemi bashkombës, paraqesin një minoritet shumë të vogël. Pra ka një hile në këtë dhe unë jam mundu me e dekonstruktu këtë farë hileje, sepse Kosova, veç me mujtë dhe me gjithë, ku kom lënë. Kosova në fakt, si që përmeni profesor Mazlumi, edhe për mos rregullimin e çështjeve fetare, është vllazni mos harroni, Kosova është me letra krizë ndërkombëtare, nuk është shtet sovran. Kush ju thotë që Kosova është shtet sovran, ju rran se nuk është. Kosova është nën rezolute 144 me prezencë ushtarake dhe civile ndërkombëtare, e cila është më e lartë se kushtetuta e Kosovës. Prandaj eksperimenti edhe me përpjekjen për me shërënjos islamin bëhet në këtë çadër të prezencës ndërkombëtare, e cila në fakt ju jep garanci këtyre njerëzve. Pse deri sot asnjë fjalë nuk e thon Bashkimi Evropian edhe shtetet e Bashkimit Evropian për një projekt kaq morbid për braktisjen e fesë të 1,5 milion njerëzve, faktikisht me dhunë, sepse nas po do me ndrufin. Pse asnjë reagim nuk ka? Pse Vatikani asnjë fjalë nuk e thot, përderisa dihet që të gjitha kishat janë nën jurisdiksionin e Vatikanit. Dhe në për këto kisha organizohen të ashtu quajturat pakzime të atyre që, vullnetarisht kalojnë krishterim. Pse nuk ka reagime? Do më thonë, ekziston thjesht, duhemi veç me e kuptu
që ekziston një, më thonë, projekt që është shumë më i madh. Përndryshe, me që Kosova është krizë ndërkombëtare, po ta kishin preokupim ruajtjen e stabilitetit. Nuk do të lejonin projekte të tilla që potencialisht janë destabilizuese. Kundërta është e vërtet, domethënë ata i lejojnë këto projekte pikërisht për të provokuar, për ta nxit eventualisht të quajturin ekstremizëm islamik dhe nën pretekstin e tij manej për të ndërmarrë mosa ndërshkuese të mëtejshme ndaj lirive dhe të drejtave fetare të muslimanëve. Pra këto janë, që kjo është njëri prej kontekstit cilin na duhemi me e pas parasysh. Dhe matutje, pse heshtin institucionet shtetërore të Kosovës, policia, prokuroria, qeverit, partit, mu më duke se është heshtje e motivume në fakt nga pozita neokoloniale që ka Kosova në raport me faktorën ndërkombëtar, dhe në fundit, si është e mundshme që regjistrohet në administratën e shtetit një organizat e cila bën thirrje për braktisjen e një feje të shumicës absolute të popullsisë. Qysh regjistrohet ajo organizat? Ajo ka emrin Lëvizja për Rikthim. Është asociacion 100% i për afërt me rekonkuistën. Rekonkuista do me thonë pushtimi i sërishëm, ose kthimi i sërishëm. Do me thonë është fjala për një projekt bukfalisht gjenocidal, të cilit i referohen dhe ajo regjistrohet krejt në rregull në institucione, janë prezent në për media, eksponentët e kësaj organizate Lëvizja për Rikthim. Disa për tyne janë një 4-5 debatet kryesore, emisionet kryesore të debateve, në secilin për tyne është ka një. Prej të Veniste Nishi është një, në të 7 është një tjetër, në Dugazhen është një tjetër, është komplet e orkestrume që eksponentet kryesor të Lëvizjes për Rikthim ose Lëvizjes Deçanit janë çdo natë prezent në televizion. Dhe çdo natë përhapin idetë e tyne kriminale, edhe as ka ligj. Njëri prej tyne ka qenë i ndjekur për terrorizëm, për shembull. Po Ramabaja. Ka qenë i ndjekur për terrorizëm njëri ullo. Dhe njëri është njëri prej themeluesve kryesor të Lëvizjes Deçanit. Dhe është eksponenti kryesor i Lëvizjes Vetëvendosje, e cila është në pushtet. Na jena të luajt teze, po ju kallëzoj si shoqëni, na shumica jena të luajt teze, projekti është shumë më kriminal, edhe shumë më i rrezikshëm se sa që duket, sepse është i planifikuar në çatë mënyrë që me ka pikat kryesore të politikës, të mediave, të bizneseve, të shoqënisë, dhe një ditë të bukur me tentumen e bo bashkë që ja u kanë bo muslimanëve në Spanjë. Me që klima politike dhe sigurisë është e këtill dhe i stimulon këto projekte, mund të pritet që do të ketë presione edhe ma shumë në të ardhmen. Shkalla aty në do të varet jo vetëm nga synimet e tyre, dhe kjo është shumë me rëndësi, sepse synimet e tyre po shihet se janë të shfrenuara, por do të varet nga aftësia jonë për ta refuzuar këtë presion dhe për të mbrojtur prej tij. Organizimi më i mirë i komunitetit tonë është përgjigje adekuate ndaj gjithë këtyre pretendimeve. Organizimi më i mirë nënkupton fuqizimin e institucioneve fetare, adresimin ligjor të rasteve që vlerësohen si dhunë ndaj ndjenjave fetare, aftësimin për të paraqitur në publik vlerat tona si besimtarë, dhënien e mesazheve për bashkëjetesë paqësore me të gjitha komunitetet fetare dhe forcimin e identitetit ton kombëtar e fetar. Pra që kjo është, si më thonë, unë mendoj hapësira në cilën na duhet të organizohemi. Heshtja ndaj këtij provokimi të ndyrë nuk është zgjidhja e duhur. Frika para këtyre shantazhuesve të vështirë duhet të përjashtohet si mundësi. Dialogu me njerëzit vullnetmirë duhet të mbetet synim ynë strategjik.
sepse si komunitet fetar me shumicë absolute, përgjegjësinë e kemi më të madhe se gjithë tjerët. Nëse arrim organizim të duhur, ashtu si Zoti ka kërkuar nga besimtarët, ju e dini çka kërkon Zoti nga besimtarët kur janë në luftë, jo vetëm frenojmë aktivitetet anti-islame të vagabondëve, vagabondë i quheshin aktivistat e parë të rekonkuistës në Sponjë, që kanë provoku muslimanët, që ja kanë djeg shtëpiat ose i kanë rrehë në rrugë, janë quajtur vagabond, kështu i quhen Simon Vizentali, vagabond. Pra edhe në rastin ton realisht kemi të bëjmë me vagabond, por ashtu do më quhet nismetare thash, por mund të ndryshojmë perceptimet e silleve ndaj nesh edhe faktorëve tjerë. Pra me një organizim më të mirë, me një vendosmëri më të madhe, na mujmë me ja ndryshu qëndrimet edhe këtyre faktorëve që qëndrojnë në prapaskenë të këtyre iniciativave. Dhe mund të ndalim këtë veprim të rrezikshëm i cili ndër pasojat eventuale mund të hapë edhe temën e mbyllur moti, temën e mënyrës së formimit të kombit tonë shqiptar dhe të kontributeve që kanë dhënë në formimin e historisë tonë. Këta po doin vëlla me ndrru historinë e kombit shqiptar. Këta po doin me thonë që veç katolikët e kanë formuar kombin shqiptar. Dhe nëse doni me kon shqiptar, doni me bo katolik. Po kjo hap manena temën që e kanë mbyll rilindasit mënyrën më të ndershme, më të bukur të mundshme. Kush e ka formuar kombin shqiptar? Nëse sot po rezervohem edhe në përgjigje veç një sen e di, katolik nuk e kanë formuar kombin shqiptar dhe nuk janë vullmbajtës të kombit shqiptar. Kjo është e sigurt. Unë si albanolog këtë punë e di se ta një jetë e një marrë me historinë shqiptare dhe me kulturën shqiptare. Po të mos ishte ajo ndërmarrje e madhe e rilindasve prej Hoxha Tahsinit e të poshtë, s'do të kishte kurbe kom shqiptar, s'do të kishte kom. Prandaj, po tham, unë nuk kam as me të vërtetësia mjekëtare me hap temën e konformimit, as të kontributeve, sepse është po tham një ndërmarrje për bashkët. Por nëse duhet hapet, ajo manena prodhon përçarje të mëdha dhe prodhon, si më thonë, dilema serioze manena dhe për vetë statusin e kombit tonë. Kështu që e mirë është mos me u hap këto tema, e mirë është ata me mshel gojen, me mbyll këtë projekt dhe me na lënë rahat në mënyrën se si na dona me besu edhe mënyrën se si dona me jetu. Prandaj, po tham, bindja ime është se ata duhet të ndalen, të mos provokojnë, të mos bëjnë presion e dhunë propagandistike dhe psikike, sepse ne nuk e kemi ndërmend të lëvizim as 1 milimetër nga besimi ynë islam, nga identiteti ynë shqiptar dhe nga përkatësia jonë evropiane. Pra në njëjtën kohë na jena shqiptar, jena musliman dhe jena evropian. Do s'kena pse me hap këtë temë. E ka zgjidh historia, e ka zgjidh gjeografia, e ka zgjidh që më thonë përcaktimi i vullnetit tonë. Kur nuk na kanë largu nga islami, nga Shqiptaria dhe nga Kosova jonë, aleancat ushtarake të shteteve ballkanike që i përmenda herët, sponsorizimet e fuqive të mëdha, gjenocidet e përsëritura, nuk ka shans të na largojnë nga identiteti ynë i rrënjosur e i vulosur, ata që Simon Vizentali si thash i quhen vagabond. Vagabond janë edhe këta tash, por për dallim nga sponja mesjetare, në rastin tonë, shteti është i yni e nuk mund të jetë kurrë në durët e tyre e atyre që tentojnë ta deformojnë historinë dhe të ardhmen tonë. Pra, ideja ime është që, vagabondet ekzistojnë, por vjen një, si më thonë, vjet në një pikë kur shoqëria duhet vëdësohet për këtë gjendje dhe duhet të veprojë shteti për shkakun e thjeshtë se kjo paraqet rrezik, po them, për nxitjen e përçarjeve, ndërgjitjen e incidenteve dhe provokimin e ideve të anës tjetër. Prandaj është ajo që edhe u përmend prej profesor Mazlumit, një rregullim vendimtar, ligjor i lirive drejtave fetare, një rregullim i plot, i tërësishëm i shtetit është i nevojshëm, sepse ky status i papërcaktuar,
ky status i krizës ndërkombëtare i ka nxit të gjithë këta duke përfshirë, siç e dim edhe ekstremistët serb në versionin e tyre, për me bë diversionin ndaj shtetit dhe na 25 vjet po merremi ende vetëm me pasojat dhe nuk po mund të fokusohemi në ndërtimin e mirëfillt të një shoqërie të drejtë, humane, të lirë dhe të një shteti i cili do të ishte efikas për zgjidhjen e problemeve. Faleminderit.